Midis 100 njerëzve, 100 burrave dhe një gorile, kush mendon se fiton? Po trendish. Kush është gjëja që mund të bëj dikush që ty ta acaron me një herë? Kur them diçka dhe nga përgjigja kuptoj s'ka dëgjuar fare, kjo më kaloi nga mendja. Kush është një ushqim që ti si thua kur jo? Pizza s'u nuk kam kurrë. Dhe konsideroje veten ekstrovert apo introvert? Të dyja, varet nga momenti. A ke pasur ndonjëherë ndonjë celebrity crush që kur e shifje thoje, wow? Mund dashurohesha gjithmonë. Po ndonjë sport, ndonjë lojë, ndonjë hobi. Qa ke ti? Futbolli. Mund të luaj edhe tani po të gjejmë një top, do thosha bëjmë 2 porta dhe hajde luajmë. Është një pyetje që është bërë shumë trend edhe njerëzit po të shmenden pas këtij trendi. Midis 100 njerëzve, 100 burrave dhe një gorile, kush mendon se fiton? Po trendish. Po burrat fitojnë 100%. Për të qarë, ke qarë ndonjëherë? Sa duash. Kur isha i vogël, në fakt kisha problem se me zjem baja veten. Visha siklet me tjerët, po ç'a të bëja, doja, e ndilin ndonjë. Agron, kush është kujtimi yt i preferuar nga fëmijëria? Kur veja në fshat e gjyshit. Ç'a bëje? A, kënaqesh. Kush është këshilla më e mirë që ke marrë nga babaja apo nëna jote? Vetëm një që më vjen në mendje për shembull, i ma thoshte gjithmonë, nëse dëshiron diçka, nuk mjafton ta dëshirosh, duhet të punosh. Kush është virtyti më i rëndësishëm për ty, Agron? Le të themi ti je i drejtë. Është e thjesht fitohet besimi jot, Agron? Po, shumë e thjeshtë. Si Po fitohet? është vështirë ta mbash. Po për të humbur? Po, mund të jetë shumë e thjeshtë, nuk japin rëndësi gjërave që unë u jap rëndësi. Shpesh kam vërej që janë çuditur pak se si kanë humbur besimin tim, sepse ata mendonin që ato gjëra që ata bëjnë nuk janë të rëndësishme, por për mua janë shumë të rëndësishme. A beson të alienët, Agron? Agron, a këndon ti në dush? Gjithmonë, jo vetëm dush, po këndoj gjithmonë. Ti dhe fishkëllën kështu me melodi. Po, unë kam nevojë, sidomos kur jam i stresuar dhe kur jam totalisht i qetë. Ke shumë qef këto snacks. Kush është një midnight snack që çosh natën edhe thua të shkoj te frigoriferi ta marr këtë gjën? Pëlqen shumë ta shalqi kur ka shalqi. Po motoja jote kush është, Agron? Mendoj që një njeri në mendimet e veta nuk duhet të jetë i mirë, por duhet të jetë i drejtë. Kush është gjëja më e rëndësishme që i ke mësuar fëmijëve apo që dëshiron t'ju mësosh? Të përdorin logjikën. E fundit është si do doje të të kujtonin njerëzit? Si njëri që bëri mirë, korrekt, që bëri mirë.